Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 8 dhjetor 2025. Dashi. Ekziston një dyshim i dashurisë që mund të shprehet në mënyra të ndryshme. Ndoshta ju jeni duke pritur shumë, por nuk është rasti të shtrëngoni litarin sonte, me disa të afërm është luftë e ftohtë. Demi. Mund të lindi një lajm veçanërisht emocionues, shfrytëzoni momentin, por keni kujdes që të mos rrezikoni asnjë lidhje ekzistuese me një qëndrim tepër kritik. Binjakët. Her pas here ju pajtoheni me disa momente ankthi, të cilët para dhe pas. Kontrolloni ndershmërinë e atyre që pretendojnë se janë miq tuaj, ju jeni gati të ndihmoni të tjerët, por jo të gjithë janë si ju. Gaforja. Çdo gjë mund të mbahet nën kontroll dhe edhe parashikohet një shërim. Ju jeni një nga shenjat kryesore të sotme. Luani. Dita mund të jetë e diskutueshme. Ndiheni paksa dyshues për ditë që keni frikë se ju ka gënjur. Virgjeresha. Për ndjenjat është një ditë interesante. Askush nuk mund të prek, ditë me forcë të madhe. Peshorja. Sulmoni nëse jeni të interesuar të fitoni. Në një fushë të jetës suaj duhet të filloni nga e para, mund të kaloni një provë, ndiheni më mirë. Akrepi. Dita mund të krijojë polemika, kjo ndodh sepse nuk dëshironi të bëni më gjëra si më parë. Nëse jeni vetëm, duhet të filloni të shikoni përreth, mos vazhdoni marrëdhënie të kota thjesht nga zakoni. Shigjetari. Organizoni ditën tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani na duhet koha e duhur për të rikuperuar besimin në të ardhmen. Dhe ata që e duan njëri tjetrin duhet të gjejnë më shumë kohë për partnerin e tyre. Britsjapi. Situatë e mirë sidomos për sa i përket biznesit, financave, ndiqni një dietë të suksesshme. Edhe ata që kanë përjetuar një krizë dashurie do të mund të shërohen. Ujori. Vështrim i ndritshëm për këtë ditë. Periudhë pjellore për çifte që duan të kenë një fëmijë. Peshqit. Parashikoni kohët nëse duhet të përballeni me fjalimet të rëndësishme. Një ditë në të cilën duhet të përpiqeni të gjeni pak qetësi, por nuk është e lehtë, përplasje me mjedisin. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.